Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti Evropian miraton raportin për Shqipërinë, vlerësohet ecëria drejt integrimit, kërkohet më shumë punë me luftën ndaj korrupsionit dhe reformat kyçe. Gjykata lë në burg shkaktarin e aksidentit që u mori jetën 2 fëmijëve në trotuar dhe la të plagosur një tjetër, Nikol Radaçi, kokë ulur në sallën e gjyqit. Përkujtohen dëshmorët e Atdheut, kryeministri Rama dhe presidenti Begaj vendosin kurora me lule në memorialin në Shqipëri. 2 eliminime në fermën e VIP-ave, Dona dhe Adioni mbyllin përfundimisht aventurën, debate të forta mes konkurrentëve gjatë spektaklit Mbrëmjen e të hënës. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë, duke vlerësuar progresin në rrugën e integrimit. Megjithatë, dokumenti thekson se duhen më shumë punë në zbatimin e reformave në dobi të qytetarëve dhe luftën ndaj korrupsionit. Raporti nënvizon edhe rëndësinë e vijimit të punës me reformën zgjedhore, ndërsa kritikon opozitën për dhunën në protesta. The vote is closed. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian ka miratuar me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenim rezolutën për Shqipërinë. Gjatë mbledhjes, raportuesi për Shqipërinë Andreas Schieder vlerësoi progresin e vendit tonë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar rëndësinë e reformave të mëtejshme për të garantuar një antarësim të qëndrueshëm dhe të suksesshëm. Dua të nënvizoj se Shqipëria konsiderohet si një nga 2 vendet kryesuese në procesin e zgjerimit. Këtë jemi përpjekur ta pasqyrojmë edhe në këtë raport, por për te çështjeve të trajtuara në raportin e komisionit kemi dashur të theksojmë edhe disa elemente të tjera, konkretisht që reformat duhet të reflektohen edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Veçanërisht jemi përpjekur të vendosim fokus edhe te situata sociale në Shqipëri. Në këtë dokument vihet në dukje ambicia e Shqipërisë për të mbyllur negociatat për të gjithë grup kapitujt brenda vitit të ardhshëm. Në raport me zgjedhjet e vitit 2025, Parlamenti Evropian i qëndron vlerësimit të OSBE-ODIHR, duke shprehur shqetësimin për fushën e pabarabartë të lojës në zgjedhje dhe keqpërdorimin e burimeve njerëzore. Parlamenti Evropian i bën apel mazhorancës dhe opozitës të punojnë së bashku për të miratuar reformën elektorale. Në raport me çështjen e imunitetit të deputetëve, rezoluta sjell në vëmendje se imuniteti parlamentar është pjesë e kuadrit kushtetues që ka si qëllim të sigurojë funksionimin e duhur të institucioneve demokratike, duke nënvizuar se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret në përputhje me kushtetutën dhe procedurat ligjore, pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa. Nga ana tjetër, Parlamenti Evropian kritikon edhe opozitën duke theksuar se protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci funksionale. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha përshëndeti qëndrimin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Sipas tij, votimi i konfirmoi progresin e shënuar me reformat. Miratimi i raportit të vitit 2025 për Shqipërinë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian tregon qartë se Shqipëria po ecën me hapat e duhur në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha nga Shkodra pranoi se ka ende punë për të bërë, ndërsa vuri theksin tek dakordësia mes palëve politike për një objektiv që sipas tij e kërkon i gjithë vendi. Kemi shumë gjëra për të bërë, kemi shumë gjëra për të përmirësuar, por në thelb ajo rezolut vërteton edhe një herë rrugën e drejtë në të cilën jemi, progresin e padiskutueshëm, shkallën e bërjes dhe realizimit dhe jetësimit të reformave dhe nevojën për të bërë më shumë dhe më mirë. Ne duhet të përmirësojmë klimen e diskutimit, duhet të përmirësojmë mënyrën se si dialogojmë njëri me tjetrin, duhet të ulim zhurmën dhe të rrisim përmbajtjen. Kryediplomati siguroi se vendi do të vijojë reformat për të sjellë rezultate konkrete për qytetarët dhe për të çuar përpara integrimin evropian. Sali Berisha e cilësoi realist raportin e Parlamentit Evropian, pasi sipas tij konfirmon shqetësimet e ngritura prej kohësh nga opozita. Kryetari i Partisë Demokratike thotë se dokumenti evidenton edhe faktin që zgjedhjet ishin një masakër elektorale.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi rezolutën e Parlamentit Evropian, pasi sipas tij ajo tregon në mënyrë realiste problemet me të cilat përballet sot Shqipëria. Gjatë mbledhjes së kryesisë PD-s, Berisha veçoi nga ky dokument qëndrimin e Parlamentit Evropian për zgjedhjet parlamentare të majit vitit kaluar. Raporti konfirmon partinë shtet. Monster. Partia shtet është monstra e një regjimi, është monstra elektorale, është monstra e lirisë së qytetarëve. Dhe ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për diagnozën, për konstatimin. Sipas Berishës, kjo rezolutë dënon vendimin e mazhorancës për të mos hequr imunitetin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Raporti thotë se çdo vendim në këtë drejtim duhet të merret strikt në përputhje me përcaktimet e kushtetutës dhe procedurat e vendosura ligjore pa ndërhyrje politike, ja ku dele Dirama këtu, me Lubi Ballukun, të dy. Përtej komenteve për rezolutën e Parlamentit Evropian, Berisha foli edhe për zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Në rendin e ditës së mbledhjes kryesisë sot ishte miratimi i kandidaturës së vet Berishës për postin e kryetarit PD-s, ndaj lideri historik i demokratëve, shpjegoi në mbledhje arsyet pse ai po hyni vetëm në garë. Partia Demokratike ka qenë, është dhe do jetë parti e garës, por nuk do jetë kur parti e kandidaturave kalpe. Nuk i kam thonë kur i pse në lezit kandido për rival, ka kandiduar vetë. Dhe e dëgjoj pavarësisht çfarë thot, pa ai vetë ka kandiduar dhe ka qenë një, ju e dini ka qenë me funksionet jo të vogla. Në fund të fjalës për median, Sali Berisha u largua nga mbledhja e kryesisë për t'i lënë demokratët të diskutojnë pa prezencën e tij për zgjedhjet brenda partisë. Ashtu siç pritej pak minuta më vonë, kryesia njoftoi se zyrtarisht Sali Berisha është i vetmi kandidat në garën për të udhëhequr Partinë Demokratike për 4 vite të ardhshme. Shkaktari i tragjedisë të Durrësit, ku humbën jetën 2 fëmijë të mitur që u përplasën nga makina në trotuar, do qëndrojë në qeli. Togat e zeza në gjykatën e Durrësit caktuan ndaj Nikol Radaçit masën e sigurisë arrest me burg. 57 vjeçari u shfaq kokulur në sallën e gjyqit. Nikol Radaçi, shoferi që shkaktoi aksidentin tragjik në Durrës, do të qëndrojë në burg. Ai doli këtë të martë para trupit gjykues për masën e sigurisë, ndërsa gjykata e Durrësit vendosi ta lërë në qeli pasi dëgjoi palët. Gjatë seancës, Nikol Radaçi qëndroi i heshtur dhe kokulur, duke mos bërë asnjë koment. I pandehuri nuk foli fare, dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës. Unë isha e ftuar nga shteti për të realizuar mbrojtje, duke qenë se nuk ishte një avokat të zgjedhur. Ndërkohë, më herët, para grupit hetimor, Nikol Radaçi ka pretenduar se kishte konsumuar vetëm një birë dhe se nuk ishte me shpejtësi të lartë. Papritur nga një rrugic lagje, doli një automjet. Unë devijova për të shmangur këtë automjet dhe kam përfunduar sipër trotuarit anës së majtë rrugës. Pasi hipa mbi trotuar, jam përfshirë në aksident me disa fëmijë që ndodheshin mbi trotuar. Automjeti që unë po drejtoja nuk ka arritur të ndalojë dhe kam shkuar disa metra më përpara. Unë dola nga makina dhe kam shkuar te një dyqan aty pranë, ku punonjësve të dyqanit ju kam thënë të njoftojnë policinë pasi kam bërë aksident. Unë kam qëndruar tek dyqani derisa erdhi policia dhe më mori për në komisariat. Unë kam qenë me rreth 30 km/h. Përpara se të drejtoja automjetin, unë kam pirë një birë në mëngjes. Aksidenti fatal ndodhi pas ditën e të dielës në lagjën numër 15, ku 57 vjeçari duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur dhe me shpejtësi tej normave, përplasi për vdekje 2 të mitur të moshës 9 dhe 12 vjeçare që ishin duke luajtur në trotuar. Së bashku me ta ishte edhe një 8 vjeçar, i cili u plagos rënd, ndërsa aktualisht ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Sipas mjekëve, ai e ka kaluar rrezikun për jetën. Nikol Radaçi akuzohet për 3 vepra penale: shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në gjendje të dehur dhe largimi nga vendi i aksidentit.
Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimet për policinë e Durrësit duke përfshirë dhe kupolon drejtuese të këtij qarku në lidhje me aksidentin tragjik që u mori jetën 2 fëmijëve. Hetimet kanë të bëjnë me veprimet dhe mosveprimet e uniformave blu pas denoncimeve të pretenduara të bëra nga banorët e lagjes 15 në Durrës në zonën e Ishkënetës. Qytetarët thanë se pavarësisht denoncimeve dhe ankesave të tyre, policia nuk ka reaguar duke mos ndëshkuar Nikoll Radaçin me masa administrative deri në bllokimin e lejes së drejtimit. Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe përfaqësues të tjerë të shtetit e politikës ndëruan këtë të martë dëshmorët e atdheut. Në këtë 5 maj u vendosën kurora me lule në kujtim të veprës atyre që sakrifikuan për çlirimin e vendit. Në nderim të rënëve gjatë luftës antifashiste, krerët më të lartë të shtetit mbajtën homazhe në memorialin Nëna Shqipëri. Ishte presidenti i vendit Bajram Begaj, i pari që vuri kurorën me lule për të përkujtuar veprën sublime të dëshmorëve të atdheut. Pas tij, në mungesë të Niko Peleshit, ishte nënkryetaria e parlamentit, Klodiana Spahiu. Kryeministri Edi Rama gjithashtu nderoi dëshmorët e atdheut. 5 maj kujton ditën kur u vraq Kemal Stafa në vitin 1942, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Me vendosin e regjimit komunist në Shqipëri, 5 maj u bë dita zyrtare e përkujtimit të rënëve të luftës. Në nderim të veprës së tyre, çdo vit në varrezat e dëshmorëve kryhen omazhe. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza po përballet me fluks të lartë pacientësh që kërkojnë trajtim për alergjitë e stinës. Këshilla kryesore e mjekëve është shmangja e mjekimit pa u konsultuar më parë me specialistët e fushës. 40 deri në 50 persona paraqiten çdo ditë në QSUT pasi shfaqen shenja të alergjisë. Kjo periudhë cilësohet si piku alergjive me një rritje të dukshme të rasteve nga viti në vit. Tani jemi në pikun e sezonit të madh alergjik, sezoni lidhur me polinozat nga barishtet e këqija, ose graset, ose graminaqet, nga viti në vit ka rritje të dukshme të rasteve me alergji. Mjeku alergolog Mehmet Hoxha shpreh se polinoza ose alergjia nga polenet nuk prek vetëm rrugët e sipërme të frymarrjes, por edhe mushkërit, duke sjellë vështirësi të theksuara në frymarrje tek shumë pacient. E veçanta si vjet që do të veçoja është që polinoza nuk mjaftohet vetëm me rrugët e sipërme të frymarrjes, pra me sy, hund, koll, fyt, por është shumë e shprehur dhe prekja e rrugëve të poshtme të frymarrjes, pra të mushkërive. Kështu që astma bronkiale e lidhur me polinozën si vjet ka qenë mjaft evidente. Bluzat e bardha apelojnë për më shumë kujdes gjatë kësaj periudhe, ndërsa theksojnë se pacientu duhet heqin dorë nga vetë mjekimi. Këshilla ime do të ishte e para njerë masat e përgjithshme, sa ke mundësi të shmangësh kontaktin me polenet, mundohu ta realizosh. Të paktën në pikun e ditës, pra nga ora 9 deri në orën 2 mbas dite, mundohu ta evitosh. Së dyti, mos bëj vetë mjekim dhe mjekim sipas simptomave, por menaxho veten me një plan të qartë diagnostik dhe trajtues. Së treti, mos neglizhoni dhe mos harroni imunoterapin alergen specifike, si mjekimi vetëm, që këto grimca saprofite tjetë të tilla saprofite për të gjithë popullatën. Polinoza prek kryesisht të rinj duke shkaktuar simptoma si rruf, të shtima, kruarje dhe bllokim hundër si edhe koll irrituese. Në disa raste shoqërohet edhe me azmë bronkiale, simptomat e së cilës janë fishkëllim dhe shtrëngim në gjoks. Tensioni në fermën e vipave është rritur, teksa mbrëmjen e të hënës 2 konkurrentë u eliminuan nga gara. Dona dhe Adioni mbyllën përfundimisht rrugëtimin e tyre. Spektakli u shoqërua me debate të forta, por nuk munguan as surprizat. Mbrëmjen e djeshme në ekranin e Vision Plus u transmetua nata e 12 e spektaklit Ferma VIP. Një tjetër prime që konfirmoi dinamikën e fortë të këtij formati, mes tensioneve, përplasjeve të drejtë për drejta dhe 2 eliminimeve që ndryshuan lojën. Dona ishte fermerja e parë e cila u largua nga gara si më e votuara nga publiku pas nominimit që erdhi nga humbja e sfidës së premtes. Dona,
Një garë fortë mes fermerëve kishte çuar në nominim 6 prej emrave më aktiv të shtëpisë, duke rritur ndjeshëm tensionin gjatë gjithë javës. Por kjo nuk ishte e vetmja dalje. Një situatë e papritur brenda natës çoi në hapjen në një tjetër televotimi emergjent mes Adionit dhe Mozës pas një përplasje gjatë një loje. Një sfidë që duhet të ishte argëtuese u kthye në konflikt kur një veprim i Adionit u pasua nga reagimi i Mosës duke agravuar situatën. Adioni deklaroi se ndjej i dhunuar ndërsa produksioni vendosi ta lërë vendimin në dorë të publikut. Agai ka vendosur që Adioni dhe Mimozën t'i dërgoj kokë më kokë në një televotim brenda natës. Në përfundim të televotimit, ishte Adioni ai që u largua nga gara, duke shënuar eliminimin e dytë të mbrëmjes. Adioni! Ndërkohë debatet nuk u mbyllën aty. Një deklaratë e fortë e Mozës ndaj Olës dhe Gresës shkaktoi reagime të menjëhershme, ku situata u përshkallëzua në debate të forta. Përplasja vijoi edhe në dhomën e ndenjes, ku vajzat u përballën me njëra tjetrën dhe me opinionet e panelit. Mes gjithë tensionit, Prime solli edhe momente të forta emocionale. Sara Karaj përjetoi një surprizë prekse. Pas rrëfimit të historisë së saj të dashurisë, ajo u surprizua me një video të përditshmërisë së fëmijëve të saj, duke sjellë lot dhe emocione. Kulmi i këtij momenti ishte takimi me bashkëshortin në një ambient simbolik që rikrijonte kujtimet e njohjes së tyre në shkollë. E si që do tradita e këtij formati, në mbrëmjen e 12 nuk munguan as sfidat. Një sfidë e parealizuar plotësisht bëri që fermerët të fitonin vetëm 13% buxhet, çka duket se do të sjellë të tjera vështirësi në jetesën në fermë. Dhe keni fituar 13% buxhet. Ndërkohë, një televotim është hapur për të premten, ku publiku ka në dorë secili prej fermerëve mes DJ Bujakës, Fabiolës, Gresës, Ilirit, Indrit, Mozës, Romirit dhe Sonit do të duhet të shpëtojë. Pra do të jetë një televotim që do të hapet sonte deri në ditën e premte, kë doni të shpëtoni. Deklaroj zyrtarisht televotimin e hapur. Nata e 12 e ferma VIP 3 u mbyll kështu me 2 eliminime, tensione të hapura dhe emocione të forta, duke lënë pas një javë që pritet të ndikojë ndjeshëm në strategjitë dhe marrëdhëniet mes fermerëve ditët në vijim. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.